Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. Enes ku je? Po dhe që sa e këtë mund të dhe për qëto, në që shi jam? Hej nga, mos u vono sot? Edhe kena me bu diçka speciale se baba ka qef për not kadrit ma special diçka. O, po, anime, po. E diçka, faj po marrë nëse në gaqë, më në? Jo. Ma mirë. Jo, nuk po du t'gaqsh me kur gjë. Se krejt po du mi marru vet. E po. E pa diçka, shkujmë se po hare, shkujmë ma mirë në biber, hajtë? Ani, që thash ti shkruj? Ti lexoj edhe një dy gjuza se të fundit më kanë mejt edhe buka gati, edhe ti qatu merë mi qati shkruj edhe u kry. Hajtë, u kry, hajtë, qatë. Ku e lash, ma jeto? Qyrti mos u pse e ki zanat momentin e fundit të vakti iftarit tirin shok sejnë me shku në për iftar. Jo, me losh, bas sot që kam se sënë të të madhe, duhet mu falë, mu lutëm. Shqyqit që e këna mri, jo, me s'kam me këna. Psa, të dhe që në sen? Jo, po, sënë të në të madhe, se dhe shkujnë e fa në të ravin, mësë ne vina pushojnë a pak shina dhe namaznate. Po, valla, s'ki faj. Po, shallah në që mërën edhe mua. Kuve? Po, mëre, Në gjami. Namaznata? Po. vjetë që e këna pas kanej turt edhe si vjetë. Ma si kene turt, marrë me edhe si vjetë inshallah. A të vish? Po. Ha? Po. Ama jo mu lodh. Okej, a kina në shkope të gjabëgje? Inshallah, pra të gjabëgje shkujna. Ta e këna me shku apet. Ja, bile unë kam e shku më herë dullo, që zo vejni babës se gjina, mos të vini të rije shumaj, masa ne, dalën jashtë parla. Edhe unë e dala shosja edhe mës... Gjeve unë të marrë nëjë se vabe, pa, më në tje baba, më nëjnë e bëna unë të rije jashtë, më të rrët dikush më se muj me dalë, mës... E pani dhe? Hanë, ata diçka tja, do me të me diçka në ullë. O babi, është se vab me më qaros. Ej, pësa është në të madha? Qka dush me agjës, qka dushim... Klera. Hajde, që unë i marë se vapët, pite të mija që ka me dalë, ti ble gjanit. Hajde. Aulo dhe baba. Zoti ka bulli shumë. Amin, amin babas, po. Po ti Zoti ka bull. Amin. A je ka fundi i hatmës. Po, më kanë mejt edhe pak, po s'po du mu gu që me i kry bashkë me natën e Bajramit. Ani, bi, ani. E di baba se je lodhe dhe ti. Na ke bo hizmet. Na ke bo gjana ma të mira. Pa baba jam të bo dua për ty je. E Allah i të pagoft. Se kri dë njënë me të adhon. Ja. Ajo s'pagut aja baba. Jo, bre babi, jo, tamam puna.
Bile me shumë qefe kum bo, bab. Inshallah Zoti veç na ka pranu duat e ibadetet, tjerat harrohen, se shka i gëzumi. Tash në për puna, se cili rrugës vet, valla ka vëna marrë mall edhe në sofër mu ullë bashk, e me bu doa bashkëjt. Baba, ku me dit, a jemi gjallë. Ramazanin tjetër. Po, ki gurbeti baba në kanë dajtë. E sa njerëz janë për burgje. O Zot, o Allah, këto të përgosurit liroj sa më shpejt. E këto gurbet qiti inshallah Zoti i rupit këshijave oj që ka jemi. Inshallah këta të smurt Zoti shëron sa më shpejt. Amin, bab, amin. Inshallah dëzën Zoti. Djemt, a folën bia? Po, bab, me herët fola me ta bile nisi që thash e porosita mi marrë të sene ekstra. Se thash masinata e kadrit, po ta qef me qitë edhe një halve që shëmare këno në rametlikja. Rametlika. Aja marrëke, te e për pak marrëke. Kur i kish mi fmi 3 veqil. E me ka puqat bardhe në ishmi. Edhe një të pësi te e për e bake me ju shpërnda koj shive. Shumë lezet ka pas babës ajo ko. Valla babë sonde e kam njetë mi anë gjitë kapuqin e ndritit. Djalin e babës. Po, mo pëse morin, mëse shë morin, baba. Jo, babë, jo. Bile, unë po kam qef me rinjallë traditën. Le ta dini edhe këse baba e vetë, e bashkë me migjen ka ndarë si ki njajtë. Rita e lo, qekta? Lej që aty. Qa ban? Qëpër të lotë të pashë sote. Edhe ashtu veç edhe një tritit nga kanë mitë. Alloj më të kalëzu drejt, ti qishë si po mërzit na. Po, be shkoj mirë kumi, valla, po. Anë, vile kina më shpërblit. Valla, pe se do mos te që kine gjithmonë që të në kuzhinë. Inshallah na pranën Zoti lutjet, ibadetet tona qaq. Amin, inshallah. Që ka? Hiq, kur që të e bu, Hiqe që s'ka ka e kur që? që ka me pas, qa ka ti? Kana, ka... Kur që s'ka? E kena një surpriz, po në sofer kena vendos me la. E edhe ti gjithë ki qef që shtu pik më malon. S'monësh me ditë se vetëm unë dulla dhe djalli e dinë. Pa një hajtë trekëm edhe më që tash, Jo, në sofer, tash në sofer. hajtë se dhe ashtu pedi që garant ma ki vrena e të rotë. Po shqa zotin jo, dhe ratë tërbajram, sabër edhe 2-3 ditë. Ani, hajtë lem. Ko e ftarë, dhe pak edhe e kupton sofer. Hajde lese më lem me ta. O, pa qa ki bu? Po, mërë, a ka iftar pa paqa? Bravo. Një me pas ke fregat ditë sot. Valla, gjithitën me një të shijet më kanë. Ngonje babës, lutjet mësë shumë t'i pranon në këtë kohë. Edhe mirë është mullë pak para kohë se që shimi ullë edhe na. Dhe do të mu lutë. Nuk ka lutje që kthehet mbrapsht. E vërtet, valla. E vërtet. Bile krejt do të me falëndru Zotin që e mërenëm edhe si vjetë, krejt mirë e shnosh e inshallah dhe në matë jemi që shtu bashk. A ka sen më të mirë se me falëndru Zotin për këtë mirësi që ne i ka dhonë. Valla po, bile, na me dullën kemi vazhdu dhe mas Bajramit kismet. Me agjeru mas Bajramit, po bre agjerojmë,
Tanë janë ditët të caktume. Ja, po ngo. Dulla, merreve miqtën ti. Bab, nuse, ne gram do si vjet babën me çu numre. Bile si ken të më muhabet me atencionin. E në s'pas obe. Po folme se s'ka lidhje. Ja, bata. Edhe bab, ishmi të folet në te agencioni, edhe në edhave të kushte shumë të mira kjo, ati ke jara turizm që është. Turizm, po. Për momentin është me për fort, ta? Po. Ja edhe ati mirë kërë tam se babën i në të qutha, po, se s'po shkëni komplet krejt, tash po, koha, hargjimën se ne ka bo një ofert perfekt madhe dhe kismet me Allahin para. Krejt që shemi sofër që shto, Komplet shka. mas Ramazanit kina më shku. Kuk edhe këtë punë e kini bo, ha? Po, valla. Sa mirë ko ka bo. Bab, na kof për hajt, ra. Mashallah, baba. Se, e thash pak me herët, lutjet në kotë iftarit edhe pranohen. Edhe unë e lëqa Zotin me shku me vizitu atë vend bekum. Që Zotin më silli. Edhe atë krejt bashk. Hajde, lot gëzimi janë këto, hajde. Hoxha të ti. Hajde, Zoti ka bu. Zoti ka bu. Amin, Zoti ka bu. Amin. Erdhe që të tebi. Ky projekt sponsorizohet nga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vëllezër të dashur dhe motra të cilët po na ndiqni përmes këtij ekrani, Allahu në pikës pari ibadetit, lutjet tona, agjërimin ton, na i pranoft. Vllazht Allahu që të na japë të mira dhe bereqet në shtëpitë tona, në familjet tona. Vëllezër dhe motra. Pra sikur që edhe përcjellëm tash në fund dhe disa fjalë rreth kësaj që e pam deri më tani, interesant nga kjo e cila e përcjellëm deri më tani shifët një familje e shëndosh, një familje e mirë, që Zoti kur doje të begatoje dhe të japë të mira, ta sjell një familje të mirë. Sepse Allahu e ka lavdëruar familjen në Kur'an. Zoti e ka lavdëruar familjen përmes haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këto hetum dhe pam tre sende apo tre figura të cilët ja japin hijeshin kësaj familje. E para është kreplaku, domaqini, nikoqiri, baba i kësaj familje. E dyta është gjemt të kësaj familje. Dhe e treta është reja e kësaj familje. Ne po fillojmë në pikës pari prej të reja. Elhamdulillah, Allahu gjithve ju mundsoft të kenë një re sikur kjo. Zoti inshallah ju jep të mira. Shiqo sa mirë, sa bukur, nderi, respekti ndaj kësaj nuse, ndaj respekti kësaj nuse, ndaj këtij plaku, ndaj verrit, ndaj evladëve, ndaj burrit, ndaj kunetëve. E Allahu kur mos i hupt ata vajza, ata reja të cilët i ndihmojnë, ju bojnë sajgi, e nderojnë plakun, babën e burrit, e nderojnë familjen. E Allahu nuk ka me i hup as në këtë dunja dhe as në atë dunja. Dhe nuk ka me hupën një evlad, disa gjem të cilët janë të kujdesshëm ndaj babës së vet. Para te Allahu në Kur'an ka përmendën prindit. Para te Zoti për asken
me eman, për asken, duke I cekën në veçanti, nuk ka leju në namaz të bëhet dua në fond, jashta se ka leju Rabbi gfirli ve li valideje. O Zot, më fal mu dhe fali prind të mi. E kësi prindi, këtë prind Allahu e don, këtë prind Zoti e bekon. Dhe ajo e cila është në fund, e cila siç edhe e pam, gjithë këta të mira, gjithë këtë bereqet që Zoti në këtë familje e ka dhënën. Bereqeti I kësaj, subhanallah, është duaja, lutja, që Allahu ka thënën dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, një prej duave që nuk kthehet mbrapa është duaja para iftarit. Duaja që bëhet kur të nohet sofra e iftarit. Në atë moment që gjitha ushqimet I ke përpara, dhe duaja në atë moment që e bën robi I tij, robi I Zotit, I madhi Zot nuk e kthen, sepse thot Allahu në Kur'an, ud'uni astajib lakum. O robët e mi, bëni dua, bëni lutje, sepse lutjet dhe duat nuk I kthej mbrapa, sidomos në momente që ti je I unt, në momente që ke qenë me Ramazan, në momente që ti ke qenë me agjërim dhe e ban duan në prak të iftarit, Zoti atë dua nuk e kthen mbrapa dhe e gëzon babën. Shiqoa ka më e mirë, ma gëzim I madh për një prind, se sa evladi të menoje dhe në fund të jabaje hedije dhe dhurat një umre, nuk ka më e madhe, nuk ka më e mirë, nuk ka për një babë gëzim më I madh se kjo. Këtë dunjajen me adhonën. Nuk I vinë, jashta asaj që e vlat të hajrit, dhe një re si një lule, një re të cilën re Zoti e ka beku me të mirët e veta. Vëllezër, nga kjo, letë morin mësim vajzat tona, nga kjo letë morin mësim rejet tona, dhe të shofin se si mbahet një familje, me dashuri, me mohabet, me të mira, sepse Zoti jep bereqet. Kur ka dashuri dhe mohabet, Allahu edhe gjemve e vladve që punojnë dhe vinë në kohë të iftarit, Zoti ju jep bereqet, sikur që ju dha këtyre gjemve. E pastaj mas gjithë mohabetit dhe bereqetit, Zoti dhe I pranon duat dhe lutjet, sikur që ja pranoi këtij prindit, këtij kreplakut, Zoti ja pranon duan edhe asaj rejas, edhe atinve gjemve. Allahi gjithëve familjeve tonë, rejave tona, evladve tonë, babalarve tonë, gjithëve doat kabul ja u baft. Dhe Zoti I ruajtet prej gjithat këshijave, ja Rabbel Alamin. E I shtot sikur I kësaj familje. Allahu e bekoft familjet, gjitha familjet dhe familjet tona, Zoti dhasht mohabet, sikur që ka pasën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me familjen e vet, me Aishën, Hatijën, me krejt familjen e vet dhe me vajzat e veta dhe edhe gjemt e vet që I ka desht duke qenë fëmijë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah I koft razi inshallah, dhe inshallah me ista Allahu dhul xhal shihemi dhe takohemi në takime të tjera. Zoti ju bekoft juve dhe I bekoft gjitha familjet të cilët janë të shëndosha, sepse kemi borxh dhe detyrë që të punojmë, të kontribojmë që të kemi kësi lloj familje. Velhamdulillahi Rabbil Alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم